Sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë. Kjo është një pjesë ndryshe, duhet thënë. Po, ndryshe është. Juli thuaj ato fjalë të bukura shpejt e Po shpejt. fjalë të bukura të them. Ja Thuaj. tham. Po jo më ja tham. Jemi rrit me ty. Ti je i madhi. I madhërishmi. Humanisti. Jo, nuk e mendova se thoshte që ti je shumë simpatik, kështu gjëra Ja, ato të bukura. S'para gënjena shumë. Çuna mi mbrëma mirë se u gjeta. Mirë se na Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë do të thëmë befasoj më sakt DJ me këngën time që unë gjithmonë që thoj nxjerr këtë këngën në storyn time. Ishi planifikuar. Marko Mengoni. Po ti mendon ta thash. Ja të ku ishim ofer, kemi hulumtuar. Bravo Izzy, bravo. Sarsono, e para punës të falenderojmë shumë që mbrëmjen tënde zgjodhe ta kalosh këtu me ne për të Faleminderit folur. juve që më ftuat. E para punës, dita jote sot si ishte top topi apo top fare? Si e patë ditën e paske pas top top? Jo, top nuk ka. Okej. Po top. Po jo fare. Okej. Ishte Top. Ishte mirë. Top. Bukur shumë. Mirë, Gjynov me uqa. Ose Alcano, a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Dalim borxhi që në fillim. Nuk kam asnjë pyetje. As si pyetje. Domethënë bëni çfarë të doni, sepse unë përgjigjen e kam dorë vetë. Okej, bukur. Ne pyetje kemi dorë. Arsyeja pse Salcano është sot i ftuar këtu, përveç se shumë të tjerave që ne donim ta kishim të ftuar dhe t'i bënim një intervistë, është Portokallia. Rinisja e sezonit të 45? 45 të Portokallisë, që kur i numëroj lodhesh duke i numëruar. Pas nesër është Imagjino 45 sezone dhe një sezon ka 13 javë brenda. Kështu që Maraton Edhe ta shumëzosh 45 me 13. Sarsono, ty sa vite tu bën në Portokalli? Unë kam ardhur në Portokalli në tetor të 2007-s. Domethënë ti bën 19 vjet i bëj në tetor të 2026-s. 19. Çfarë thuar? Dhe kam që në mars të 2010-s që jam moderator. Pse u bën? Ose më saktë 2009-s, më fal. Ua si fluturon koha ore. 2 vjet mbasi erdha unë, mbas 2 vjetësh u largua Gronllake dhe zura unë vendin. O Sarsono, është nga ai rasti ku ke hyrë me flok dhe ke dal pa flok apo pa flok ishe që kur hyre? Kam qenë pa flok që kur dola madje kur dola për herë të parë me personazhin e famshëm Tim Gagaçit. Po. Kam qenë pa flok atë. Ke qenë pa flok. I kam pasur këtë errta këto mbrapa, por tani më janë zbardhë dhe këto mbrapa. E gjatë këtyre viteve nuk është se të është afruar ndonjë kështu klinik që të mbjell flokët. Atëherë s'kishte, mbaj mend madje një shoku im i ngushtë i fëmijërisë, që ka qenë dhe një 2 legjislatura deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Po. Në atë kohë i doli lotaria amerikane, shkoi në Amerikë me gjithë familjen edhe tha do mbjell flokët, më tha mua, dhe mbaj mend atëherë ka paguar një $18,000. Ua. Për kohën. Dhe kur erdhi i kishte si qime ashure i them. 2 ponj. 13 jo. Nuk ka pas shumë zot donator. Gjatë lekë edhe ishte kështu gati qerose. Ose po ti ku i le lesht? Unë i kam lënë lesht zakonisht lesht lihen në punë, teatr, jo, unë i lash lesht kot në fakt. Prej plakut. Babai domethënë. Babai im s'ka pas lesh. Ose më saktë, babai im la lesht në punë edhe i lash dhe unë. Okej. Bukur. Ne pam një teaser të shkurtër, një reklam të vogël të spektaklit të Portokallisë. Po. Dhe sigurisht kur e fjala ishte Big Brotheri. Big Brotheri, po. Dhe duhet të thënë që këtë vit keni disa personazhe që i keni pikas, i keni zbuluar, nuk e di se si funksionon, po gjëja ishte perfekte. Në fakt një nga sukseset mund të them të sezonit është dhe Bigu, sepse njerëzit duke ndjekur shumë Bigun, janë shumë kurioz për Imitimet për të parë se ç'do ndodhi në Portokalli. Madje edhe vet banorët e Bigut e din shumë mirë që do imitohen. Edhe lutem inshallah bëjnë. Më thanë që kishin në një unë s'e kam parë, po më thanë që kishin bërë një bisedë që kush do më imitoj mua, më duket se ky do më imitoj. Kishin vendosur gjithë ato sipas imagjinatës tyre. Po në fakt këtë u bë spoti dhe pse ne kemi një muaj që punojmë për këto audicionet e Bigut, sepse duhet t'i afrohesh. Patjetër. Se kemi atë grimierin e famshëm ton, Mont Lakon, i cili shef të thotë nuk bësh ti. Do ta bësh patjetër, Monti.
Mirë sa t'rregullojmë. Po kemi janë 3-4 personazhe që do imitohen, po mendoj që do jetë imitim perfekt. Se edhe vjet në Bigun e vjetshëm kemi pasur imitime shumë të mira, shumë të mira. Po dhe si vjet besoj që do ketë mira sepse Selini është shumë e mirë. Ajo vajza që ka ardhur për të imituar Selin, ky Stenaldo, Rogertin pash. Rogertin që do ta bëjë një personazh që e dini kush është? Alfredo Shabani, po. Dhe Greta pasaj Greta është Greta, domethënë Greta po luan veten, po vetëm versioni i Greta, po. Ishte me të vërtet fantastike. Janë imitime shumë të mira, besoj që do bëjmë një sezon të mirë për sa i përket Bigut të Portokallisë. Po edhe në përgjithësi që mos i humb pyetjet, me që pyetje për Bigun që mos i humb pyetjet e tjera. S'ka gjë, po edhe në përgjithësi sezoni do ketë gjëra interesante, do ketë materiale të reja, do ketë mund të ketë personazhe të reja, mund të ketë, po do ketë personazhe të reja. Sepse zakonisht gjithmonë kjo pyetje është që kush do jenë personazhet e reja, do ketë prurë të reja, do ketë aktorë të rinj. Po. Nuk është aq e lehtë, më thënë drejtën, unë e them çdo vit që bëjmë këtë sepse në përgjithësi deri vjet par vjet kanë ardhur shumë për audicione. Sa ne tash i kemi minimizuar sepse është prurje e madhe dhe asnjë nuk është ajo gjë që ju kërkoni, që duhet që ne kërkojmë. Edhe është një kohë humbur. Okej. Sepse zakonisht vinë njerëz që bëjnë gjëra TikToku, ose imitojnë personazhet që aktualisht janë në Portokalli. Që nuk kanë vlerë, domethënë. Të tipit për njëri bëgagaç. Po, njëri bëgagaç. Kështu që mendoj që do jetë një sezon i suksesshëm dhe i mirë. O Salsano, është bërë më e vështirë për t'i bërë njerëzit të qeshësh në vitet që jetojmë. Jo vetëm e vështirë për t'i bërë për të qeshur, po ka ndryshuar edhe gustoja e humorit. Kur ka filluar Portokallia, njerëzit qeshin dhe me gjëra që sot nuk qeshin kurrë. Në përgjithësi, siç kemi qeshur ne në kohën tonë, time, paktën që para 90-s që prisim atë vitin e ri për të parë stratat e rrethave. Tashti TikToku e ka ndryshuar goxha. Përveç se ka ndryshuar stilin e humorit, që njerëzit pëlqejnë gjërat që s'kan vlerë, më saktë. Pëlqejnë dhe gjërat e vogla, të shkurtra. Domethënë 20-25 sekonda nuk të duron më njëri për të parë siç ato ndodhin në fund. Qose ti bën një video. S'ka më durimin. Po, është si puna e Barsaletit që Barsaleti është i shkurtër dhe në fundi ka, se fundi ka Barsaleti. Afër asaj po shkojnë edhe humori vizual, po them që kanë bërë si reelsa në TikTok. I kanë bërë si reelsa që edhe ti po scroll ti nuk duron dot. Siç është mërzitur Wizi me ne që do të na vendosi reklama tani për shkakun. Po, se çu thot ai? Po tani u sa flasin tani fillove. Ashtu tha Wizi. Ne kemi Salsano po lere thot. Po mirë, nuk doja ta ngjesi aty, okay, do stash Wizi, okay? Okej. Mos ma luaj skerdin lutem. Po, okay, o skerdin na fal, se na erdhi radha. Kemi reklama dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Sa bukur, shumë bukur. O Salsano gjithë këto vite, shumë personazhe, shumë shfaqje, shumë kolegë, shumë lek, shumë lek. Nuk din ku çon lekët. Çfarë mungon më shumë? Nga kush? Nga Portokallia. Çfarë më mungon nga Portokallia? Një personazh që ka një periudhë që nuk është më një koleg. Me thënë drejtën, kolegët që kanë ikur kur un kam ardhur, se kanë qenë për një periudhë shumë të shkurtër, ato që kanë ikur nuk është se kanë pasur një lidhje shumë të fortë, qoftë miqësore dhe qoftë artistike. Skenike, po. Kolegë nuk më mungon asgjë një herë. Paktën e them me bindje këtë. Më mirë se sa. Jo, se ishte shaka kjo. Njeriu përshtatet me kolegë të rinj. Madje mua më vjen mirë gjithmonë që momentin që u bëra moderator madje, gjithmonë të rinjt, personazhet e reja që vinin e freskonin Portokallin. Janë ca që kanë ngelur, kanë mbetur nga të vjetrit, po ata janë personazhe ikona që akoma nuk janë mërzit publiku, se po të ishin mërzit, besoj do kishin ikë ata. Edhe unë në këtë rast. Po ne vazhdojmë të qëndrojmë akoma stoik, sepse kemi akoma për dhënë. Cila është njësia mace? Pra si e mati që nuk po të rishet më? Shikueshmëria. Po në YouTube ti s'mund ta shohësh atë, se për shembull e kam pa njerëzit në televizion. Është një pjesë e shikueshmërisë. Sigurisht tani është një simace edhe YouTube-i, sepse edhe vetë televizionet e shikojnë që programet që se si mund të ecin në YouTube, domethënë se çfarë po them
pritshmëri ka publiku dhe çfarë ndjekje ka publiku nga YouTube-i. Pasi në YouTube është e përcaktuar fasho e njerëzve që ndjekin. Janë 15 deri 35. Ata që janë shumica. Pastaj ata që rriten, po duke llogaritur rrethet që në përgjithësi jashtë Tirane, shohin televizor. Shohin televizor shumica. Sepse mos ndihmër kur është sezoni janë gjithë në shtëpi. Janë gjithë në shtëpi. Pranë sobës, pranë zjarrit. Qytetet e vogla, jo vogla, po jashtë Tiranës të vogla janë gjithë. Elbasani në 8-9 mbyllet gjëja. Po, patjetër. Te çfarë do bëjnë lart të shohin portokallin? Po çfarë do bëjnë? Po, siç ka qenë një në Selenic, në kohën e Enverit, Selenic të Vlorës. Të Vlorës. Kishte familjet ishin me shumë fëmijë. Po. Dvarfër gjithë, po me shumë fëmijë. Po çfarë do bënin ata? Dhe shkoi sekretari i partisë e tha, atje ishte ka qenë në miniera e bitumit, dhe shkonte treni. Kuptoj. Po treni shkonte 12 natës, 11 natës, dhe ai trenisi gjithmonë i binte Boris. Dhe tha, "Ore, pse keni shumë fëmijë?" Po vjen trenisi, tha, "I bi Boris, ne zgjohemi çfarë do bëjmë." Po në kalamaj, tha, çfarë bëjmë? Do të shkojmë Selenis Juli. Ja pse s'ka trena në Shqipëri, ka me du. Me tren, jo kështu. Po ne s'ka trena në Shqipëri, se u bë me kalamaj gjithë. Po pra, shqyrë s'kemi trena se do ishim Po tani do ishim popullëri, më saktë. Ose në gjithë këto vite shumë emisione të tjera humori nisën, u zhvilluan dhe përfunduan. Çfarë ka ndodhur me Portokallin që nuk po përfundon? E para punës se nuk ka fund. E para punës është Top Channel. Po, sepse programi është një program mund të them gjigant, sepse është Portokallia është institucion me vetë brenda topit. Duke llogaritur që nga fuqia ekonomike që duhet kesh për të mbajtur një program të tillë, dhe unë mendoj që kjo është kryesorja, sepse njerëzit që bënin programet e tjera në televizionet e tjera, gjithmonë ankoheshin që janë shpenzime shumë të mëdha dhe nuk i nxirnin lekët e tyre. Dhe nuk i merreshin mbrapsht. Kurse Topi si një fuqi e madhe mediatike, e ka suportuar Portokallin gjithë këto vite, e don sepse është brendi i saj, edhe nuk do ta humbi, edhe nëse ka humbje. Edhe nëse është me humbje, është si puna e një ekipi futbolli që edhe nëse nuk fiton kampionat. Ekip futbolli Brazili. Po. Ose Hollanda. Po. Se do të ka shumë futbollistë. Shumë. Në këto lojë olimpike edhe u shfaqë shumë. Ekrani është topi që ai që ka mbijetuar. Jo për shkak të talentit apo sigurisht që talente shumë të mira, sepse topi ka mbledh gjithmonë më të mirët. Patjetër. Por besoj që kjo është kryesorja, fuqia ekonomike që ka televizioni për të mbajtur një program i cili mund mos jetë me fitim. Po ka një fitim shumë të madh në publik. Bukur. Dhe nuk mendohet një e diel pa Portokallin. Është bërë kështu. Jo, është traditë familjare, edhe 31-shi është traditë familjare. Vazhdon akoma që kur mbarojmë ne kur do filloni. Gjithmonë thonë njerëzit e dinë shumë që fillojmë në mars dhe në tetor. Ose ata pa thënë kur do filloni. Quhesh i mirë paguar ti? Po. Quhesh i mirë paguar, për shembull. E ke bërë divan të del në fund të muajit për shkakun që del një tuf. Si del? Një tuf lekësh që thuar vëlla, po këto si ti shpenzoj. Nuk besoj se është pyetje që ka një përgjigje kështu standarde. Varet nga muaji. Jo, muajt janë njësoj në top, gjithsesi. Madje mund të them që besoj un kam dëgjuar shumë gjëra, po kam u bë gati 19 vjet atje. Dhe nuk është zvonuar një ditë rroga në Top Channel. Kështu që ky është një kompliment shumë i madh për kompaninë tonë. Se çfarë dëgjojmë nëpër televizionin e tjerë. Po. Le tani morëm ato të verës nga vajzë si ke standardin e jetës, se si ti e krijon. Në shumë vite ne kemi pasur fatin e mirë që dhe bënim përveç Portokallis, bënim dhe shfaqje tjera në teatr, në film, apo koncerte të famshme, sepse tani është zvogluar pjesëmarrja aktorëve e komikëve në përgjithësi nëpër. Por dhe këto sipërmarrjet private të tipit stand-up komedi që kemi bërë, domethënë këto janë gjithë ardhurat ekstra, kështu që ti nëse krijon një standard, atë do shikosh që rroka nuk të del. Okej. Kështu që nuk kam një përgjigje të më del apo s'më del rroka. Kur deklaron divan, se duhet ta deklarosh atë tani. Po ku e diti, ma i një punësuar është? Po i një punësuar, po e kalon apo jo? Jo, kam qenë dy punësuar, po tash jam një punësuar. Ta nuk e nevojë ta deklarosh. Lodhen gishta duke shkruar zerot, Salsano? Se thotë të shkruaj shumë. Nuk ka shumë zero. S'ka shumë. Jo. Dëgjoj, un kam i të mirë, se unë kam namin e mirë për lek, po në fakt jam
bëj një jetë mesatare. Je borxhe? Jap borxhe po. I merr. Sa e vështirë është ti. Po shumë e vështirë është për të marrë borxhet, se ai tjetri të vjen me zemrën në dorë, ti kemi marrë borxhe, nuk është se vetëm kemi dhënë, kemi marrë. Po shqiptari jemi dhe ne. Domethënë jemi akoma borxh me bankat, kemi edhe ca vite për të larë. Salsano, ke ndonjë ambicie tjetër televizive për vitet që do vinë më vonë? Si e she veten? Unë mendoj që kam arritur një kulm në Portokalli. Paktën për natyrën që kam, pavarësisht se mua më pëlqen shumë teatri. Sepse ju e dini dhe se jeni aktor vet, kështu që duke dashuria për teatrin është dashuri ndryshe nga çfarë merr ti nga televizioni apo nga filmi apo nga gjërat e tjera. Po ambicie televizive sigurisht që un kam pas gjithë kohë dhe gjithmonë njerëzit kanë një plan B sepse mbyllet programi. Patjetër. Ndodh një gjë që mbyll programi sepse nuk i intereson më televizionit. Dhe siç janë mbyll to programet e tjera, edhe ti duhet mendosh për një plan B televiziv. E kam menduar një plan B, po deri tani nuk më është dashur që ta un kam eksploruar edhe para ca viteve bëra një program në Top Channel, Qesh mirë ku qesh i fundit. Që është një format shumë interesant. Dhe nuk mund të them që nuk mund të them që dështoi, po nuk mund të them që kishte një sukses të madh, sepse ishte në një periudhë vere, mbas Big Brotherit. Po. Nuk pati atë publicitetin e duhur dhe njerëzit nuk e kuptuan, për shembull ata që shikonin serinë e dytë nuk e kuptonin çfarë po ndodhte. Ndërkohë ishte një program shumë i thjeshtë që si me qenë të tregtuar dhe themi që për 10 minuta s'duhet të jesh asnjë kush që jesh digjet paguan darkën për shembull. Po, ti që aty do fillosh që ti përqesh, u dogjet. Juli, darkën pastaj se kemi reklam. Aty te legush, kemi reklam? Po, reklamat i kemi dhe i duam shumë. Atëherë pse kaq vonë kemi kaq shpara që flasim duhet. Ikën ora kur jemi këtu. Salsano kur të rikthehemi kemi ca gjëra të bukura. Edhe unë shumë mendoj që do ketë gjëra shumë bukura. Pati, Bilion s'ka parë gjë fare dhe ju do bëni vetëm pyetjet. S'ke parë gjë akoma. Patjetër, unë çfarë nuk pres nga ju. Ikim rikthehemi sërish.